Të dashur vëllezër dhe motra, Haxhi i Ibrahimit është i njëjtë me Haxhin e Muhamedit, ku lëvizja drejt tauhidit dhe bashkimit zë vendin qendror dhe shpirtëror në të gjitha rritet. Shtëpia e Zotit Kabeja është qendra e vendosjes së tauhidit, manifestimi dhe simboli i tij. Haxhi është pranvera e shpirtit dhe e zemrës, sezoni i gjelbrimit të jetës monoteiste në zemrën e çdo muslimani që ka arritur në vendin e nisjes për në Haxh. Njohja e madhështisë dhe mëshirës së Zotit në Haxh do të thotë të meditohet mbi ndërtimin e kësaj shtëpie që është shtëpia e Zotit të lartësuar. Haxhi është manifestimi i ummetit islam dhe shkolla e sjelljes e moralit që ky ummet i madh duhet të ndjek për të arritur lumturinë e tij.